Por leadershipi PD-s nuk po zgjohet ende pavarësisht takimeve masive që ne po bëjmë në çdo qark. Dhe ky është një problem që ne duhet ta themi, apo jo? Sepse I keni dëgjuar që guximi për thënë marrëzira I ka çuar deri aty, që çfarë nuk thonë për demokratët e jashtëzakonshëm që mbushin sallat në çdo cep të Shqipërisë dhe që kërkojnë që Partia Demokratike të jetë fituese. Çfarë nuk po thonë edhe për mua? Nuk e gjë. Mos u mërzisni. Njerëzit e trembur nga humbja e privilegjeve të pushtetit të opozitës, çfarë nuk do thonë? Flet frika të dashur miq, dhe jo arsyeja e tyre. Por një gjë do ja u them. Unë jam lindur në Partinë Demokratike. Nuk kam qenë ndonjëherë as Partinë e Punës, as kam ikur ndonjëherë në Partinë Demokratike, kam qenë në opozit gjithkohon me Partinë Demokratike, prej Partisë Demokratike në opozit me qeverinë. Familja ime dhe unë personalisht kemi marrë vetëm kosto nga opozita. As tendera, as lej, as një të punësuar në shtet. Nuk kam unë as një familjar, as një pas mbesa, as familjar të punësuar në administratën e Partisë Socialiste, edhe as familjar që fuqizohen ekonomikisht prej qeverisë Partisë Socialiste. Edhe këtu e kam një pyetje të sinqert për leadershipin që tha që opozita është e vështirë. Opozita është e vështirë dhe e di cili do prej jush në kësall, e di cili do prej 500.000 opozitarve, e di cili do prej 3 milion shqiptarve, por pyetja ime është e sinqert. A e ndjen opozitarizmin të nderuar miq dhe të nderuar demokrat, njerëz të cilët kanë 35 vite që paguhen me rrogë për shkak të sakrificave të demokratëve, që paguhen për shkak të përballjeve të demokratëve me regjimin. Dhe po ja u them qartësisht, për cilin do që e gënjen mendja, unë nuk krijoj forcë tjetër politike. Shtëpia ime politike është Partia Demokratike. Partinë Demokratike do ta ndryshojmë. Partinë Demokratike do ta bëjmë fituese. Dhe të nderuar miq, shqetësimi në Partinë Demokratike nuk është për mira demokratë që po flasin. Shqetësimi I Partisë Demokratike është se si 5 fantastikët që rrinë aty në leadership nuk I dëgjojnë shqetësimet e Partisë Demokratike, nuk I dëgjojnë shqetësimet e demokratëve. Shqetësim nuk janë ata që flasen, por ata që nuk po dëgjojnë. Shqetësim nuk është demokrati thjesht, por është leadershipi që drejton demokratët. Shqetësim nuk është pse mblidhemi ne nga sallat dhe sallë më shumë, nga salla më sallë më tepër. Shqetësim janë pse leadershipi I Partisë Demokratike është braktisur dhe shkon me gjysmë salla në përtakime. Shqetësim të nderuar miq nuk janë idetë tona. Shqetësim janë mungesa e ideve të tyre që po I braktisin demokratët. Shqetësim të nderuar miq nuk ka dhe nuk është për Partinë Demokratike askush prej demokratëve dhe qytetarëve që kërkojnë fitore. Shqetësim janë humbsat që kërkojnë ta mbajnë Partinë Demokratike në stagnacion, në status quo, ashtu siç e do Edi Rama. Shqetësim nuk janë demokratët që reagojnë. Shqetësim janë ata që justifikojnë nga zgjedhja humbjet.